Të dhënat e Investropa për shitblerjet e banesave tregojnë se përveç çmimit të apartamentit, blerësi duhet të llogarisin edhe disa kosto shtesë që lindin pasi prona blihet në kryeqytet. Në varësi të faktit nëse bëhet fjalë për një apartament ekzistues apo për një ndërtim të ri, blerësi duhet të shtojnë rreth 6 deri në 12% mbi çmimin përfundimtar për banesat ekzistuese dhe 4 deri në 9% për ndërtimet e reja për të mbuluar taksat, tarifat dhe shpenzimet e mobilimit apo rikonstruksionit. Për një pronë me vlerë rreth $200,000, tarifat notariale dhe regjistrimi zakonisht kushtojnë $4,000 deri në $5,000. Nëse prona është ekzistuese, rikonstruksioni dhe mobilimi mund të shtojnë edhe $10,000 deri në $20,000 të tjera, duke çuar koston totale në $214 deri në $230,000. Ndërkohë për një pronë me vlerë $500,000, tarifat dhe shpenzimet procedurale mund të arrijnë $8,000 deri në $12,000, ndërsa mobilimi apo investimet shtesë mund të variojnë nga $20,000 deri në $50,000. Në këtë rast, kostoja